Kjo është një projekt që ka zgjatë 10 vjetë jetës tem, të dashur miq, familjar, shoqëri, bjeshkatar, fëmijë edhe krejt që keni ardhur këtu, faleminderit shumë prej zemrës. Du mas pari me falenderu Ministrinë e Kulturës, Sportit, edhe TUB-ën, e Donën, edhe komunitetin bjeshkatar që kanë organizu këtë event. Kjo rrugë për mu ka nisë se një ëndër e thjesht, me dalë pak ma larg prej maleve të Kosovës, edhe mi pa malet e botës, dikur prej një ngjitje të vetme u kthy në një projekt për jetë. U lidh me shpirt, i dhash një premtim vetës e Kosovës që ka me ardhur dita kur ka me ngjit 14 majt më të larta të botës. Nuk ka qenë rrugë e lehtë, e dini edhe vetë shumë prej juve këtu. Kur e kom nisë këtë projekt, s'është se ka pas shumë gra në fushën e bjeshkatarisë. Bjeshkatarinë e kanë pa ma shumë si profesion për burra, ka pas shumë paragjykime, ka pas shumë llafe, shumë sfida, mirë po asnjëherë nuk jam dorëzu, edhe asnjëherë s'kom hezitu me kry këtë projekt edhe ma vazhdu ma tutje. Edhe sot, ju që jeni këtu, duj më i thonë të gjithve që jeta s'ka me na kursy. Ka me pas përplasje, ka me pas llafe edhe ka me pas gjithmonë padrejtësi. Mirë po, kur e kena qëllimin e mirë, besomni që gjithçka është e mundshme edhe arrihet. Sot jam shumë krenare për vendin tem, me krejt ju që më keni mbështet për shumë vite. Kjo është një projekt që ka zgjatë 10 vjetë jetës tem. Kur po kthena edhe me menu sa gjatë, po m'doket që e pa besueshme që kom rri edhe me përfundu deri sot këtu. Nuk e kom mendu që kom i dalë deri në fund. Qysh edhe thash ma herët, nuk ka qenë e lehtë, mirë po me përkrahjen e familjes, me përkrahjen e shoqënisë, edhe me përkrahjen e vendit tem edhe institucioneve shtetit, sidomos të vitit e fundit, unë kom arrit me përmbyll projektin që projekt jetësor, jo vetëm për Kosovën, mirë po edhe qysh edhe tha ministri, edhe shumica për juve dini, jam i personi i parë në Ballkan me këtë arritje, edhe jam vajza 14 në botë që kom arrit me i mbyll 14 majet. Shumë për juve e dini që unë ngjitjet në për ekspedita ose ngjitjet në për maje nuk i bëj veç me hype dhe me zbrit. Për mua asnjëherë s'ka qenë ekspeditat një malaje vetëm sfidë fizike, për mua gjithmonë ka qenë me përfaqësu popullin tem, me evalvu flamurin e Kosovës në përsecilën maje, edhe me bo vendin tem të njoftun në botë. Unë edhe kur jam mbi 8000 metra, mendoj për vendin tem, edhe Kosova, edhe në ato hapat e fundit, ku ngjitjet janë shumë vështira, edhe kur shumë shpesh na bën mu dorëzu, unë e shty veten edhe shkoj deri në fund, sepse është populli jem edhe flamuri jem që më ka bo me vazhdu ma tutje. Ju falenderoj shumë krejtve, e dini shumë për juve këtu, keni qenë pjesë të këtij rrugtimi. Ma keni dhonë forcën me vazhdu ma tutje, edhe ju du me shumë zemër. Faleminderit.